Kryetaria e Lidhjes Demokratike të Gruas, Albana Vokshi, ka mbajtur fjalën e saj në takimin e zhvilluar nga PD me gratë dhe vajzat për rastin e 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas. Vokshi u shpreh se jo vetëm 8 marsi, por çdo ditë e vitit duhet të jetë dedikuar për gratë dhe vajzat. Të gjitha gratë kudo që ndodhen në Shqipëri, pra edhe për te kësaj salle, sepse shumë nuk kanë mundur të vinë për shumë arsye, duhet refuzojnë që dita e tyre të jetë vetëm 8 marsi. Çdo ditë e vitit, 365 ditë, duhet të jetë dedikuar grave dhe vajzave. Shpeshherë, gjatë historisë grave ju thuhet se kush duhet të jenë. Ju kërkohet të heshtin, jo të jenë të guximshme. Shpesh u është thënë të mbështesin dhe të bëjmë punë rutinë dhe jo të jenë pra të fuqishme. Do vazhdojmë të kërkojmë një përfaqësim më të lartë të grave dhe vajzave fantastike. Do donim nga ju mbështetjen që një përfaqësim më i madh i grave të jetë jo vetëm në leadershipin e Partisë Demokratike, meqense po bëhen zgjedhje të brendshme, por një përfaqësim më e madhe e grave në zgjedhjet e ardhshme lokale, si kandidate për kryetare, ashtu edhe kandidate për në këshillat bashkiak. Historia na ka dëshmuar një të vërtetë. Sa herë që gratë kanë rezistuar, sa herë që gratë janë ngritur, sa herë që gratë kanë drejtuar, sa herë që gratë kanë udhëhequr, dhe emrat janë të shumt, ato jo thjesht kanë qenë pjesë e një historie. Jo, gratë kanë ndryshuar historinë. Ndër të tjera, Vokshi ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka ngritur një sistem që zvogëlon zërin e grave dhe vajzave dhe nuk i mbron ato.